kur ju dhanë 34 dita fat nga gjykata kushtetuese për ta zgjedhur presidentin qenë goxha ambicioz. Diskutime serioze nëse duam apo nuk duam për një mend ta zgjedhim presidentin. Teksa afati po ecste nga 4 prilli, Albelina Haxhiu u bë dhe ushtruese e detyrës së presidentes. Tek pas kësaj, kryeministri Albin Kurti nisi përpjekjet për bërojdi me oponentët politik. Me 6 prill u takua me liderin e LDK-s, Lumir Abdigjiku në Kuvend. Seni Koqer njoftoi se nuk u arrit pajtim pas veç me LDK-n, thoshte se nuk ka garanci. Vetëm një shumicë prej 84-85 është ajo që do të na bënte komod. Këtu ju tha se 3 pozitat udhëheqëse të shtetit zbën t'i takojnë një partie. Për këtë, PDK donte ofertën që 2 kandidaturat t'i jepeshin asaj, por as kjo nuk gjeti mirëkuptim. Është mirë që të mos kërkohet një mbështetje blanko, pra pa emër. Mbështetjen deputetët e VV-s e përsërisnin se nuk e japin do si do. Opozita duhet të reflektoj, jo vetëm të shkojë në takim, po edhe të gjejë zgjidhje, të jap emrat. Jemi në komunikim me kryetarët e partive opozitare. Shefi i VV-s Kurti nuk deklarohej kudo, por zëvendësi i po që edhe ishte gati të heqte dorë nga kandidimi. Shumë e rëndësishme është që Kosova ta ketë presidentin, e vetë se sa që ai ta ketë emrin Glauko Njufca. Emrat e PDK-s thoshte se nuk i përkrah VV-ja, pasi mes tyre ka që nuk janë të pranueshëm për këtë subjekt. Takimi i 5 doli të jetë i fundit mes krerëve të VV-s e LDK-s para ditën e 20 prillit. Kjo e fundit insistoi se nuk ka vot për kandidaturën e Konjufcës, anise Kurti i ofroi përfshirjen e pushtet. Zëvendës kryeministrin, Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe 3 ministritë të tjera. Me PDK-n donte të takohej, por thirrjen u aqoi në WhatsApp, çka nuk planohej nga opozitarët. Nga distanca, për këta dha një ofertë, por jo si të LDK-s. Lirisht, PDK-ja le ta bën kryetar Bedri Homzën, kryetar të Kuvendit, ose Vlora Qitakun. Kryetarin e Republikës thoshte se s'mund t'ja jep atyre Kurti, pasi kështu nuk u vendos me 28 dhjetor. Se ka dhonë populli o vlo. Po qysh m'ja dhonën kur se ka dhonë populli? Në vazhdimsi përsëriste se shkuarja në zgjedhje nuk sjell zgjidhje, por veç dëmton buxhetin. Sërish do të na duhet të shkojmë në zgjedhje të reja. E pas atyre sërish do të na duhet të shkojmë në zgjedhje të reja. Edhe Haxhiu, për të cilën krejt 2025 ta shkoi hoç, duke provuar të bëhej kryeparlamentare, doli vullnetare të heqë dorë nga pozita, veç që të evitohen zgjedhjet. Nuk është pozita ime, nuk e kam me tapit. Njerëz vinë e shkojnë. Në anën tjetër, prisnin edhe kandidaturat kundërshtare për shef shteti. Cilat janë emrat konkret të cilët do t'i mbështeste PDK-ja ose LDK-ja. Por me që opozita heshte, mbrëmjen e 24 prillit përmes një video, shefi i qeverisë kritikoi fuqishëm rivalët që nuk po i japnin aminin presidencial. Krerët e PDK dhe LDK po sillen edhe më keq se Fatmir Limaj në vitin e kaluar. Por duket se për pak orë u bë pishman, pasi mëngjesin tjetër doli me ofertë të re për PDK-n e LDK-n. Le të na i sjellin 3 emra të personaliteteve unifikuese, të figurave që kanë reputacion të lartë. Këtë PDK i njëroi duke e quajtur çështje të mbyllur, e partia e Lumir Abdigjikut propozoi publikisht Vjosa Osmanin, por VV-ja e Albin Kurtit nuk dha sinjal se mund ta votojë emrin e asaj që me 2021 e propozoi, e votoi e edhe ja siguroi krejt votat e nevojshme.